Walter kishte gjithçka që secili prej nesh ëndërron ta ketë, një familje perfekte, një punë perfekte, një shtëpi perfekte, pra me pak fjalë një jetë të shkëlqyer. Por një ditë kur shkoi të flinte dhe ditën tjetër kur u zgjua, asgjë më nuk ishte më si më parë. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Scott është një burr i suksesshëm, i qetë dhe i dashur. Fatkeqësisht nuk dim pothuajse asgjë për të kaluarën e tij përveç faktit që ishte katolik. Gjatë viteve të gjimnazit, ai njeh një vajzë të bukur dhe marrëdhënia e tyre fillon pothuajse si një prrall. Një burim tregon që ajo shpesh binte në gjumë gjatë orëve të matematikës dhe pikërisht një nga ato raste Scott i kërkon takimin e parë. Që nga ajo ditë ato filluan që të shiheshin sa më shpesh, të kalonin sa më shumë kohë bashkë dhe u martuan në vitin 1976 dhe në atë kohë kishin që të dy 20 vjeç dhe që të dy kishin lindur në vitin 1956. Çështja ishte se bashortët ishin shumë të dashuruar me njëri tjetrin dhe miqtë e tyre të afërt më thonin që nuk kishte çift më perfekt se ata. Kohë më vonë, Scott u bë inxhinier në Motorola, ndërsa gruaja e tij, Jamila, punonte si edukatore në një kopsh fëmijësh. Por kohë më vonë, Jamila la punën pasi familja e tyre e vogël për 2 personash tashmë do të zgjerohej, sepse vjen në jetë djali i tyre i parë që quhej Michael dhe kohë më vonë vjen vajza e tyre. Ata jetojnë të lumtur që të gjithë në Arizona dhe merrini me mend, zona ku jetojnë është perfekte, një ëndër e bërë realitet, ashtu siç është dhe jeta e tyre. Fqinjet janë familje të shumta dhe perfekte, nuk ka precedent penal apo krime të çfarëdo lloji në atë zone. Dhe përgjithësi familja e Scott mbahet mend ose kujtohet nga të gjithë si një familje reklamash, pra gjithçka ishte perfekte. Imagjinoni që dhe djali i tyre Michael ka deklaruar që kur nuk i ka dëgjuar dhe nuk ka parë që prindërit e tyre të grinden me njëri tjetrin. Pra me pak fjalë gjithçka ishte e përkryer. Ajo familja perfekte, lagje perfekte, shtëpi jashtëzakonisht e bukur me pishinë. Pra një farë mënyre është ajo lagja tipike që kur nuk ndodh asgjë e pazakontë. Nuk e di nëse ju duket e njohur kjo lloj shprehje apo jo. Por gjithsesi, jemi të sinqertë, mes një çifti gjithmonë ka debate, gjithmonë ka zënka, por me sa duket Scott dhe Jamila janë aq të zgjuar dhe aq të shkathët në një farë mënyre që çdo debat që kanë, çdo grindje që kanë, mos të vihet re nga fëmijët e tyre, mos të vihet re nga fshinjët dhe çdo gjë e debatojnë ose e flasin me zë të ulët. Nga ana tjetër, Scott ishte një bashkëshort besnik, një baba i shkëlqyer, nga ana tjetër Jamila ishte një nën perfekte në gjitha drejtimet, fëmijët e tyre kurrë nuk kishin pasur probleme, por në gjithë të klim të bukur vjen një mbrëmje X, vjen ajo mbrëmje që i gjithë ky ekuilibër do të shembet për një arsye vërtet absurde. Është data 16 janar i vitit 1997 dhe familja Scott, si çdo mbrëmje tjetër, janë ulur në tavolën e tyre të ngrënës dhe po han darkë që gjithë së bashku dhe po flasim se si ja kanë kaluar gjithë ditën. Pasi kanë ngrënë dhe kanë pirë, Jamila i thot Scott që duhet të shkonte të kontrollonte filtrin e pishinës pasi me sa duket ishte prishur. Pasi ha darkë, Scott drejtohet drejt kompjuterit të tij për të mbaruar ato 2 punë të vogla që kishte për të bërë dhe më pas drejtohet drejt tek pishina për të parë se çfarë nuk shkonte me filtrin e pishinës. Dhe duhet thënë që atë natë nuk ose bën jashtëzakonisht shumë punë pasi me sa duket pompa ishte prishur komplet, kishte dalë jashtë funksionit dhe me këtë gjë duhet të merreshte për forca nesër, sepse një farë mënyre ishte errësirë, nuk mund të bënte asgjë më tepër dhe mbi të gjitha ishte i lodhur nga një ditë jashtëzakonisht e gjatë pune. Kështu që kthehet brenda në shtëpi dhe shikon Jamilën, të cilën e kishte zënë gjumin në divan, pra në sallon me televizorin ndezur. Ai butësisht i afrohet, i jep puthjen e natës së mirë dhe i thotë që me pompën e pishinës do të merret nesër në mëngjes. Më pas niset për në dhomën e tij të gjumit, por përpara se të futet në dhomë, kontrollon nëse fëmijët e tyre ishin në gjumë apo jo. Më në fund edhe ai përgatitet që të mbyll atë ditë krejtësisht normale, por pikërisht këtu gjërat fillojnë që të bëhen akoma dhe më absurde. Kalon kohë dhe Scott kishte menduar që kishte shkuar për të fjetur, por pasi hap syt, ai gjen veten e tij në këmbë me pijama dhe policët përballë tij duke i drejtuar armët në fytyrë dhe duke i bërtitur që të ngrinte duart lart.
Scott, i cili ishte i hutuar, ishte si impir, nuk kuptonte se çfarë po ndodhte, ngre duart lart dhe bën një pyetje mjaft logjike. Çfarë po bëni në shtëpinë time? Sepse në një farë mënyre ai kishte shkuar për të fjetur, si është e mundur që tani policët janë përballë tij dhe po i bërtasin, pra po i thonë që të ngrej duart lart. Dhe nëse forcat e rendit kishin ardhur në shtëpinë e tij, atëherë diçka e tmerrshme do të ketë ndodhur. Le të kthehemi pas në kohë. Ishte ora 10 e mbrëmjes dhe fëmijët e Scott filluan të dëgjojnë disa zhurma të çuditshme. Ato quheshin Stefani dhe Greg dhe po shijonin mbrëmjen e tyre së bashku. Një moment vendosin që të shkojnë për të fjetur, por pikërisht në ato moment Stefani dëgjoi zhurma të çuditshme, siç u thash, dhe këto zhurma vinin pikërisht nga shtëpia e Scott. Dhe ishin zhurma si ulërima, si tinguj thirrës, si tinguj kërcënues. Dhe për të parë më mirë se çfarë ka ndodhur, ajo afrohet në dritarin e shtëpisë së saj dhe shikon nga kopshti i Scott. Dhe pikërisht aty shikon Jamilën, e cila ishte shtrirë afër pishinës. Një moment mendon që ndoshta fëmija e saj është dehur dhe bën atë arsyetimin që çfarë më intereson mua, ç'më hyn mua në punë. Por në një farë mënyre zemra e saj ndalon së rrahuri kur shikon Scott dalin nga shtëpia dhe merr trupin e Jamilës dhe hedh mbi shpatulla si të ishte një thes me fasule. Dhe mbi të gjitha e hedh atë në pishinë dhe i mban kokën me forcë, pra në farë mënyre që ta mbysi atë. Dhe në këtë moment Stefani nuk ka asnjë dyshim. Aty po ndodh diçka e tmerrshme. Ajo lajmëron menjëherë burrin e saj dhe që të dy marrin në telefon policinë dhe i thonë që të nxitojnë pasi nuk ka më kohë për të humbur. Në këtë pikë mbërrin me shpejtësi një patrull policie dhe për të surprizuar Scott, pasi siç u tha, Scott kapet në befasi, ato futen nga kopshti i fëmijëve, pra nga kopshti i Stefani dhe Greg, dhe shikojnë që për Jamilën e Gjor tashmë nuk ka më shpresa. Dhe shumica e ujit të pishinës ishte i bërë komplet ngjyrë të kuqe. Por me sa duket, fëmijët që ishin brenda në shtëpi ishin komplet të pavetëdijshëm për atë që kishte ndodhur. Dhe më i pavetëdijshëm nga gjithë ishte Scott, pasi siç u thash, kur policia ishte përballë tij, ai ishte komplet i hutuar, komplet i pirë dhe nuk kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Dhe përgatituni miq, pasi kjo që të dy tregoj tani është vërtet absurde. Fëmijëve natyrisht nuk u tregohet trupi i pajeti në nënës së tyre pasi do të ishte një traumë e vërtet. Por Michael, i cili ishte më i madhi, i thonë që prindit e tyre atë mbrëmje kanë pasur një grindje të vogël dhe mamaja e tyre tashmë nuk është më. Por Michael mbetet i befasuar pasi vetë thotë që kur nuk i ka parë prindit e tyre të grinden me njëri tjetrin dhe si është e mundur që atë mbrëmje, jo vetëm që prindit e tyre janë ngritur me njëri tjetrin, por tashmë nëna e tij kishte shkuar në qiell dhe për të ishte vërtet absurde. Por problemi ishte se këtë pyetje nuk e bënte vetëm fëmia, nuk e bënte vetëm Michael, po të gjithë të pranishmit aty, sepse ishte diçka absurde, pasi Scott shiheshte nga të gjithë, familja e Scott shiheshte nga të gjithë si ajo familja e reklamave, si familja perfekte, dhe si është e mundur që Jamila tashmë është e vdekur, si është e mundur që Scott tashmë ishte kthyer një vrasës, dhe në momentin që policia i thotë që çfarë ke bër, çfarë ka ndodhur, ai është komplet si impir, është komplet i pavetëdijshëm dhe me të vërtet nuk kupton se çfarë ka ndodhur, nuk kupton faktin pse gruaja e tij e dashur tashmë ndodheshte në fund të pishinës. Dhe e vetmja gjë që bën atë pikë është të ndjeki agjentët. Pas kësaj vjen marrja në pyetje dhe ishte një marrje në pyetje vërtet e çuditshme dhe vetë Scott tregon që udhëtimi deri në komisariat ishte pothuajse surreal. Por në një moment kur mbërrin në komisariat, ai shikon një mbishkrim që lexonte vrasje dhe në atë moment kupton që diçka e keqe ka ndodhur. E ulin në dhomë dhe njerëzit fillojnë që ta marrin në pyetje dhe mbi gjitha i konfirmojnë vdekjen e gruas së tij. Në moment ai kupton se sa absurde gjithë kjo ngjarje dhe nuk arrin as pak ta shpjegojë. Scott shfaqet vërtet i tërnditur, i paaft të formulojë fjalitë ndërlirkuara dhe pasiv ndaj ngjarjeve, por thellësisht i pikëlluar. Nuk përpiqet as të kundërshtojë insinuatat e hetuesve dhe nuk bën asnjë lloj rezistence. Duket i shokuar nga situata, pothuajse i bindur, i përulur. Dhe gjëja që përsërit më shpesh thotë që nuk mban mend asgjë dhe mbi gjitha si është e mundur që fëmijët e tij kanë shpikur diçka të tillë për atë, pasi fëmijët e tij ishin persona shumë të mirë, ishin persona që nuk fusin hundët, ishin persona familje të nderuar në një farë mënyre dhe si është e mundur që kanë shpikur një histori kaq banale për të. Persona që flasin me Scott në fakt nuk e besojnë faktin që ai nuk mban mend asgjë dhe mbi gjitha i vënë në dukje gjakun që kishte në qafë.
por Scotti përgjigjet që nuk e ka vënë re fare gjakun që kishte në qafë. Por problemi ishte se rrobat që kishte veshur Scott nuk kishin fare të ndotura dhe një farë mënyre të jepte përshtypjen që Scott ishte ndërruar. Por Scott nga ana tjetër përgjigjet që nuk mban mend faktin që ishte ndërruar dhe nuk mban mend asgjë nga kjo gjë. Gjitha kjo për të treguar se sa i trullosur ishte ai. Hetuesit më vonë zbulojnë gjëra që ishin vërtet të çuditshme. Ishte fakti që Scott, përpara se të shkonte të flinte, me sa duket kishte fshehur disa doreza dhe objekte të tjera. Por detaj më shokant në gjithë të ngjarje ishte fakti se Jamila kishte marrë plot 44 goditje me thikë. Dhe këto 44 goditje nuk ishin qenë gjitha fatale, pasi pjesa më e madhe e goditjeve ishin bërë në krahët e saj, pasi në krahët e saj kishte jashtëzakonisht shumë prerje. Dhe me sa duket, pra të jepte përshtypjen që Scott kishte bërë atë veprim, pra që një farë mënyre që gruaja e tij të vuante jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo gjë ishte vërtet absurde, duke marrë parasysh faktin që ai ishte vërtet i dashuruar me gruan e tij. Por gjë më e çuditshme është fakti që, siç u thash, ajo kishte marrë plot 44 goditje dhe këto 44 goditje nuk ishin fatale dhe mbi të gjitha fshinjët kishin dëgjuar ulërimat e saj. Por e çuditshme është fakti që si është e mundur që fëmijët nuk kanë dëgjuar asgjë. Dhe kjo situatë ishte vërtet e tmerrshme. Dhe me sa duket për policët, i vetmi fajtor për gjithë këtë që kishte ndodhur ishte vetëm Scott. Për sa i përket procesi gjyqësor, duhet pritur akoma më shumë, por ndërkohë lajmi përhapet në gjithë lagjen, në gjithë qytetin dhe në gjithë shtetin. Rrëfimi i jetës së Scott ishte një kontrast i fortë me ngjarjet dhe të bën të mendosh faktin që shpesh kemi folur për njerëz që nga jashtë duken perfekt, por nga brenda fshin një anë të kalbur. Megjithatë, nuk duket asgjë e tillë në këtë rast, pasi Scott dhe familja e tij nga sa dim ishin vërtet aq perfekt sa dukeshin. Më 24 maj i vitit 1999 fillon gjyqi i tij, një gjyq që duket shumë surreal, pasi avokati i mbrojtës i Scott e justifikon tragjedin duke thënë se Scott ishte somnambul. Po e përsëris. Pra një farë mënyre, burri kishte vrarë gruan e tij sepse ishte somnambul. Dhe kjo gjë ishte vërtet absurde. Disa të afërm të Scott që ndodheshin në gjyq pohuan që ai vuante që i vogël nga somnambulizmi dhe kur kishte qenë i vogël, kishte tentuar të sulmonte dhe motrën e tij. Por pyetja është pse? Pse kjo gjë nuk kishte dalë më përpara? Pse kjo gjë nuk kishte thënë më përpara? Dhe pse kjo gjë u tregua vetëm në momentin kur u bë gjyqi i tij? Pasi në çfarëdo lloj mënyre somnambulizmi nuk mund të shfaqsoj kur akuzat për vrasje. Pasi njerëz të jemi të sinqert, është paksa e pamundur që dikush të ngrihet somnambul dhe të vrasë dikë, sepse provat ishin aty dhe në rastin e Scott ishte e pamundur, sepse rezultonte që ai atë mbrëmje pas krimit që kishte kryer nuk ishte ndruar vetëm një herë, por plot 2 herë, dhe këtë rroba i kishte fshehur në çantë brenda makinës së tij. Dhe personat që janë somnambul është paksa e pamundur ta bëjnë këtë veprim, pasi supozohet që nuk mbajnë mend asgjë dhe mbi gjitha të gotasësh gruan e tënde plot 44 herë dhe pjesët më të mëdha i kishte te krahët. Dhe një farë mënyre kur një person është somnambul, supozohet që nuk mban mend asgjë dhe një moment duhet të vinte në vete, sepse ulërimat e gruas së tij një farë mënyre duhet ta sillen në vete, por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Dhe për këtë arsye them që më duket paksa e pamundur që kjo gjë të ketë vajtur në këtë lloj mënyre. Pavarësisht gjitha dyshimeve, mbrojtja vazhdon që të mbajë këtë linjë, por gjithsesi Scottfalter u dënua dhe kjo gjë në një farë mënyre bën që të reflektojnë shumë njerëz se sa pak e njohim trurin tonë. Megjithatë, çështja e Scott u trajtua në një farë cinizmi dhe ligji u zbatua në mënyrë konkrete. Si të thuash, u pan vetëm prova dhe ato ishin dërmuese kundër tij, të shoqërua dhe me dëshmi vizuale. Në fillim, Scott rrezikote dënim me vdekje, por më në fund juria e shpalli fajtor dhe e dënoi me burgim të përjetshëm pa mundësi liri me kusht. Dhe Scott e kësaj dite mbetet në burg ku do të kaloj pjesën tjetër të jetës së tij. Nga ana tjetër, fëmijët e tij e kanë mbështetur gjithnjë, si gjatë gjyqit dhe pasi ai u arrestua. Dhe mbi gjitha, Michael ka deklaruar dhe është i bindur që babai i tij është i pafajshëm dhe asgjë nuk ka bërë me vullnetin e tij. Nga ana tjetër, Scott po vuan dënimin që ka bërë, por nuk kërkon falje për veprimin e tij. Përkundrazi, falje kërkon vetëm nga gruaja e ndjerë, të cilën thotë që shpreson ta takojë sërish në parajs. Kjo është një nga deklaratat e tij të fundit drejtuar bashortes. Dua të jemi sigurt se ende jam i denjë për të, veçanërisht për sjelljen time të tanishme. Çështja është se ai tashmë është në burg dhe nuk mendoj që mund dali që aty vetëm në rast se do vdesi.
Shikoni, ne mund të qëndrojmë këtu për ore të tëra duke diskutuar këtu për motivet që kanë çuar në këtë pikë, por mendoj që është e panevojshme pasi unë në një farë mënyrë nuk jam eksperte mbi sonambulizmin, nuk kuptoj shumë mbi çrregullimet e gjumit dhe për këtë arsye them që është e panevojshme. Dhe për këtë arsye ju a lë fjalën juve poshtë në komente pasi ndoshta ju mund dini më shumë dhe unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.